të shumicës mandatit kaluar, pra qeveria Kurti 2, shumica e odave të bizneseve, organizatave ekonomike janë ankuar se qeveria ka marrë vendime shpesh pa u konsultuar, pa i takuar. Më duke guri mirë takimet që i keni pasur sot e pash edhe në Facebookun tua, i keni takuar edhe kryetarin e odës ekonomike të Kosovës, edhe shoqata ose grupime të tjera që mbledhin dhe përfaqësojnë interesa qoftë biznesit privat, qoftë tregtisë dhe të tjera. Do të jetë kjo forma se si mendoni se do të zhvillohet kjo pjesë e resorit tuaj? Do shta përvoja paraprake edhe vetë angazhimi edhe me odën ekonomike amerikane për ma shumë se 3 vite e gjysmë, kanë sjell, them, këtë përvojen që e di se një politik mund tjetë e suksesshme nëse komunikohet me kohë, spjegohet, tregohen gjitha arsyeshmërit dhe pastaj edhe në kuvendin e Kosovës votohet me sukses. Një prej argumenteve ndoshta në komunikimet ose mungesën e komunikimeve paraprake për shumë çështje të cilat është akuzu ose është hedh kritik mbi qeverinë Kurti 2 ka qenë mu për këto jo se janë çështje me agjenda specifike, ndërsa unë për brenda që kanë qenë. Nuk mbledha as Këshilli Ekonomik Fiskal, as takimet të tjera të merreshin vendime pra që prekin biznes. Isha duke elaboruar atë që derisa kom qenë brenda dhe i kom pa proceset edhe kom ditë për mbajtjen e ligjeve, ndoshta më shumë ka mungu komunikimi se sa që ka qenë çështja e përmbajtjes në masë të madhe. Po, kjo do të jetë forma e veprimit tim, si ministre e tregtisë, industrisë ndërmarrësisë dhe inovacionit. Po e shihni si përvojë jo e mirë, ajo e kaluara dhe po tentoni të ndryshoni. Kjo është forma si veproj, unë e shoh komunikimin e domosdoshëm, edhe nëse ka mos pajtime, mendoj që çdo gjë mund të zgjidhet përmes dialogut, edhe natyrisht përmes trajtimit të brengave dhe shqetësimeve. Ajo që për mua është shumë e rëndësishme është që të kemi ekzekutiv dhe legislaturë të suksesshme. Janë disa ligje të cilat kanë edhe afat, janë disa ligje që janë emergjente për të realizuar, gjithsesi për të votuar dhe zbatuar për mbrojtjen e atyre grupeve më të cënueshme, në veçantë ligji për çmimet tavan, për cilat sot shkurtimisht i kam informuar për përmbajtjen e tij edhe kryetarin e odës ekonomike të Kosovës, edhe kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit. Edhe duhet pasur kujdes shtuar se njerë është zëzuar, pra mënyra se si ishte proceduar në qeverinë e kaluar, është zëzuar nga gjykata kushtetuese. Po, ligji është zëzuar nga gjykata kushtetuese për arsye se është konsideruar se vendimarrja dhe ekzekutimi për ligjin dhe vendosjen e çmimeve tavan të bëhet nga i njëjti trup, gjithsesi nga ekzekutivi. Ju nuk do ta bëni kështu. Në ligj kemi paraparë edhe një trup të formatit edhe këshilldhënës, por edhe prej institucioneve të cilat mirën me përcjelljen e trendeve në treg, qoftë prej Agjencisë së Statistikave, ekonomist me përvojë apo edhe autoriteti i konkurrencës, ka mbetur të shihet varianti final cili do të jetë. Çka është nënshkruar dhe çka marr konfirmim është procedimi i shpejt pa këtë periudhën që parashihet 30 ditore, për arsye se po merr gjatë. Duke respektuar aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Po, e kam thënë edhe në njoftim që e marrim parasysh edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, përkundër që atë kohë kur është edhe publikuar, nuk kemi pajtuar se ka mekanizma të tillë që vendos ekzekutivi, e mban masën përkohësisht ekzekutivi. Kroacia hiç më larg se ne e ka të njëjtin ligj, e ka të njëjtin veprim, është në kuadër të ministrisë relevante, po, domethënë Ministrisë së Linjes, por që ne duhet të prezantojmë gjithsesi të parashohim një mekanizëm për brenda institucionit, qoftë këshilldhënës apo edhe mekanizëm që e ka mundësinë e raportimit në komision në kuvend, në baza periodike, për treguar për këto lëvizje të çrregullta ose anomali që ndodhin në treg. Është trend botror, jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, masa të cilat ndërmiren për të parandaluar varfrimin apo themi ngritjen kaq të madhe të çmimeve, e cila shkon disproporcionalisht me rritjet inflacionit. Vetëm që duhet bërë sipas ligjeve fuqi. Inflacion, ndërsa ka rritje më të madhe të çmimeve se norma e inflacionit, në veçanti të produkteve të bazë, me të cilat ne, domethënë listën e këtyre produkteve i bashkangjitet projekt ligjit. Unë çka parashot tashmë kur të kemi një draft të përafruar
për projekt ligjin, që t'i kem gjithë përfaqësuesit edhe të shoqatave për mbrojtjen e konsumatorit, të asociacioneve të ndryshme, por edhe shoqatat e biznesit që të komunikoj mbi dispozitat e këtij ligji para se ta